Ky emision u mundsua nga Efesus Travel, Pavin Kafe, Italterm, Aquavita dhe Go Plus. Mirëmbrëma miq, në një kohë kur gjuha është aq e sforcuar në kampin qeveritar të Albin Kurtit, në anën tjetër është zoti Bedri Hamza, cili po mundohet me vazhdimsi që ta ulë këtë tension dhe t'i bind njerëzit se kjo nuk është rruga e duhur. Rruga e duhur është zhvillimi, është bashkëpunimi, është kompromisi, është ekonomia, është miqësia me ndërkombëtarët. Zotin Bedri Hamza e kemi të ftuar bashkë me Visarin sonte në VV Show. Me të do të flasim për fushatën, për ditët që kanë mbetur dhe për rezultatin zgjedhor. Zoti Hamza, mirë se erdhe dhe faleminderit. Mirë se gjej, natësi, faleminderit për mundësinë. I ke pas paktën 5 fushata zgjedhore për një 2 vjet. 5 fushata Të zashme, një 2 të panevojshme. Po këtu jemi, do të thotë, unë jam i bindur që ka pas mundësi që vendit ketë institucione. Vendi mos të vazhdoj me kriza dhe drama, mos të kemë vakum institucional. Është mashtëse qartë se mungesa e stabilitetit politik e ndikon zhvillimin ekonomik, e ndikon krejt jetën në Kosovë, gjitha segmentet e jetës në Kosovë, megjithatë, këtu e ka dorë zoti Kurti dhe këtu ka arrit me veprimet e tij. Dhe adresa pse vendi shkon zgjedhje është zoti Kurti dhe lëvizja vetëvendosje. Dhe kur e tham këtë, nuk mjafton veç me thonë, po mjafton edhe me argumentu. Një parti politike kur i merr 51.1%, ka përgjegjësi vendit me dhënë institucione. Me 51.1% e ki të drejten kushtetuese dhe ligjore me pas kryetar në kuvendit. E ke marrë, tu ka votu, u konstitu kuvendit. E ki të drejten me formu qeveri. E ke formu qeveri. Pas të ka pengu kërkush. Partit tjera kanë njoftë rezultatin zgjedhor. S'ke pas protesta, s'ke pas demonstrata, s'ke pas pengesa dhe është formu qeveria. Dhe për me zgjedh presidentin edhe me përmbyll ciklin zgjedhor, duhesh me pas marrëveshje politike. Asnjëherë në Kosovë, mas lufte nuk është zgjedh presidenti pa marrëveshje politike. E kanë interpretu këtë marrëveshjen politike që keni kërkuar në vazhdimsi, si dëshirë t'juaja për të marrë hisën në pushtet? Asnjëherë, në asnjë moment, ne s'kemi kërkuar me qenë pjesë e qeverisë. Qeveria ka qenë e formuar. Për ma tepër absurdi ka qenë kur ka dalë dhe ka deklaruar, ka thonë, po mu i mja vëllon kryetarin e kuvendit. Kuvendi e ka kryetarin. Kuvendi është konstituu, qeveria është formuar, po flasim për presidentin. Takimet e mia me zotin Kurti kanë qenë ekskluzivisht për çështjen e presidentit. Kanë qenë takime korrekte, prej anës tonë dhe me qëllim të mirë. Takimi i parë ka ndodhur para se me u definu edhe me u përfundu çështja e familjes jashare. Kum pas kritika dhe mrana PDK-s. Edhe mirë kuptoj, po nuk është që bi ndikim tyne. Jo pse ndillen, jo pse me një komunikim WhatsApp, jo pse ndërtesë qeverisë, po vrasë se këmë diton na. Nuk e pas na diton që është e dil, nuk e pas na diton që kena komunikum WhatsApp, edhe nuk e di shone që po shkëshan zyre të kryeministrit në qeverin e ndërtesën e qeverisë të Republikës Kosovës. Po, me gjithat, për me i bëjë këto institucione, qytetarët e Kosovës kanë dhënë shumë. Vujtje, angazhem, burgje, sakrifica prej më të ndryshme, përjashtime prej punës, lufta, dëshmor, invalid, gjithçka. Me pas këto institucione. Dhe unë kom qenë ato zyre para zotit Kurti. Për disa vjetë kom punu në për ato zyre. Prandaj, kryeministrat vinë dhe shkojnë. Njerëz në rrohen, kom e pas kryeministra ky vend pa mbarim. Po kom shku, kom bisedu, rastin e parë, e kom
tregu që 22 vota të Partisë Demokratike të Kosovës janë të sigurta, po që se dikush prej familjes Jashari kandidohet për president. Nuk kem këtu dilema. Dhe pastaj e kemi pas edima që ka ndodhur, deklaratën e zotit Murat Jashari, unë një ata familje, një edhe personalisht, e kum respektu deklaratën, për mu ka qenë çështje e mbyllur, dhe e kum ditë që mu aty, mas asoj deklaratës e di kush e ka thona deklaratën. Nuk ka mo vend për ndryshim të asoj gjendje. Herën e dytë, kur kom shku, kemi bisedu dhe kom tregu. Presidenti me u zgjedh e propozura apo i propozuri prej Partisë Demokratike të Kosovës, jo domosdoshmërisht mbrana strukturës Partisë Demokratike të Kosovës. Edhe ka dalë propozimi ai njo, thash jo ti njo, jo, po unë dy të asnjo. Se jo matematikën e di, unë numrat e di mirë. Bile numra. Jo, numrat e di fort mirë. Edhe politikën e një se jam gjatë, nëse ti njo, ti po më thu mu, bama korumin, edhe mundësoma onën formale me knaq, a me u zgjedh kandidati i propozuar prej lëvizjes vetëvendosje. Ato që ta ka dhonë rezultati zgjedhor, e ki, për presidencë, ta ka dhonë elektorati, se të nevojitet 2/3 e votave, të nevojitet kompromisit, nevojitet marrëveshja. Kështu ka bëu zoti Rugova 2 herë, një herë ka dhënë postin e kryeministit te zoti Rexhepi, te Bajram Rexhepi, një herë ka dhënë te zoti Haradinaj, radhën është bë kompromisi, LDK ka marrë presidentin zoti Sediu, PDK ka marrë kryeministin zoti Thaçi, ma vonë prap kanë shku në ngjarje dhe në fund, kur ka pas nevojë me bë kompromise, marrëveshje për me i pas vende institucionet, u dakordua pse Partia Demokratike në 2014 ka qenë e para, ka dhënë kryeministin te zoti Mustafa dhe ma vonë zoti Thaçi u bë president. Edhe zonin Jahjoga. Kur zgjedh. Ka pas një marrëveshje politike. Po, sigurisht. Po të gjitha këto kanë tregu, kanë dëshmu se këto kompromise i kanë shërby vendit. Vendi ka ecë përpara, ka pas zhvillim ekonomik, është konsolidu shteti, është shpall pavarësia, ka ndodhur antarësimi në organizata ndërkombëtare të ndryshme, është ndërtu infrastruktura, gjithë kjo që e shohim tash, se këto 6 vjet e fundit nuk është ndërtu gjë. Pra kompromisi ka tregu që sjell rezultat në dobitë e vendit. Po ndërkohë zoti Kurti, me gjithë këtë rezultat nuk do kompromis. A keni mujt me kuptu në fakt jo, se keni pas edhe komunikim, po duke i pa edhe veprimet e tij, se çai ka bë ky vend zotit Kurti, që ka dhënë gjithë këto të mira, e ka bë kryeministër, ja ka dhënë edhe me urrejt ka shumë këtë vend. Mos me dasht me ecë përpara. Ashtu qysh unë e lexoj. Çai kemi bë në këtij njeri. Zoti Kajtasi është mirë që demokraci, pluralizëm politik, ka më shumë parti politike, është krejtësisht e papranueshme edhe dëmshme, dhe duhet me qenë e gjykueshme. Me nda qytetarët e Kosovës, je me mu, kushdo qofsh. A nëse ki probleme me ligjin edhe çfarë do aktiviteti tjetër që ke bo, je drita. Nuk je me mu, je errësira. Kjo është e rrezikshme. Ky polarizim i skajshëm i shoqërisë është i rrezikshëm. Është e rrezikshëm për të ardhmen e vendit, për stabilitetin e vendit, për zhvillimin e vendit. Por edhe për ndonjë incident të madh siç që në Skënderaj kur ishin para ne. Absolut po. Dhe gjuha i paraprin edhe konfliktet verbale, polarizimet, fyrjet, sharjet, linqimet. Këtu i paraprin edhe situata të caktuara, pastaj jo të duhura, pa nevojshme. Dhe unë e them haptas dhe qartë, ka njerëz në Kosovë që s'mendojnë si unë. Është në drejtën e tyre. Ka njerëz në Kosovë që s'ju pëlqej. Është në drejtën e tyre. Ka njerëz që s'u votojnë. Prapë është në drejtën e tyre. Po nuk do të thotë ata janë të këqij. Nuk u voton mushte. Jo. Plot njerëz një edhe rri me ta që nuk u votojnë, po janë njerëz të mirë. Janë njerëz të mirë. Prandaj këtu duhet me i nal. Po mendoj që zotit Kurti leqës po i mjafton qeveria, kuvendi, presidenti. Ati po nevitet edhe prokuroria. Po nevitet edhe gjyqësori. Edhe gjykata kushtetuese. Edhe gjykata kushtetuese. Edhe media. More gjithçka me pas kontroll. Edhe bizneset. Nuk është zoti Kurti që ka një farë distancimi shumë të madh me bizneset. I ka do për qefi.
Edhe ofër i ka. Sigurisht. Me kretë gjitha gjonat i ka ofër. Po, disot e tjerë i linqon, i ofendan, i qunë me terma që, me thotë të drejten, nuk e di bile e din çka janë ato terma me të cilët i quajnë. Prandaj, sulm ndaj bizneseve, sulm ndaj opozitës, sulm ndaj mediave, për më tepër, ka shku aq larg, sulm edhe ndaj partnerëve tonë strategjik. Dhe du të më nalë kjo. Para se të flas Visari edhe një çështje. Zoti Kurti kritikohet me të drejtë, gjithandej, edhe prej nesh këtu, për gjuhën e papranueshme që përdor në raport me gjithë këta institucione, individ, biznese, media, mes ndërkombëtar, që i theksuat jo. Pra kritikohet me të drejtë. Por të njëjtën kohë po kritikoni edhe jo për shkak të gjuhës së butë, madje shumë të butë, në raport me një person agresiv, i cili nuk e nje gjuhën e butë as kompromisin, por e don vetëm dhunën verbale dhe nënshtrimin. A është metoda më e mirë me komuniku me Kurtin këtë mënyrë, a mos është dashur dikush m'ia kallëzu vënën? Mendoj që gjuha shqipe është mjaftueshme me pasur me fjalë. Me formulu qartë, sakt, edhe me thotë vërtetën. Me thotë gjërat e faktume. Asgjë që duhet me thonë nuk është që se thamë. Mirë po, me përdor një gjuhë banale, vulgare, jo adekuate. Mendoj që na duhet me dhonë edhe një shembull personal, si politikan, si njerëz me ndikim publik, që jo fyrje, jo sharje, jo ofendime, jo me bo garë kush po sharë ma shumë edhe ma keq. Është me e leta. Nuk nevojitet shumë kreativitet. Me sha, me fy, me ofendu, nuk ka nevojë për shumë kreativitet. Po me i thonë që popularizon, po sulmon institucione njerëz pa drejt, ki të ndera një burimor, qindra, mira të ndera një burimor. Çka i bje kjo? Kjo i bjen operatori ekonomik dhe institucioni me ullë në tavolin, me bo pazar. S'ka ma drejt për drejt, se që pe thamë. Me bo pazar dhe kjo len hapësir për korupcion endemik. Po e pam të vërtetuar në WhatsApp-in e ministrës Rosetta Hajdari. Dule sulmoj prokuroria të kry punën e vetë, do të me kry punën e vetë, për që ta paguën, për që ta egzistojnë, edhe del, jo me inkuraju prokurorin me nalë korupcionin, po sun prokuroris me mbrojt korupcionin. Kjo nuk ka në ryshe formul. Qeli të nderat një burimor. Hapi. Të shohim. Hapi. Njerëz kanë të drejt me ditë qysh po përdoret e po shpenzohet paraja publike. Ai nuk është para private. Nuk është as e një partie politike, as e një individi. Është e tatim paguzve, taksa paguzve. Prandaj duhet mu hap të nderat një burimor. Nëse s'ka kurrë pse po frigohesh. A o mirë, po, kish mos u frigohesh, rresh lirë. Po nëse ki problem, atëherë klasifikon. E kuptoj klasifikimin edhe kontratë të klasifikuar, nëse është çështje të sigurisë, AKY-ja, policia, ushtria. Po për rrugë, për furnizime me mollra, me shërbime, kontrata një burimore, kjo këtu ka korrupsion. Ka korrupsion. Dhe këto të fare burgu. Po asnjëherë më shumë. Asnjëherë më shumë. Dhe nuk po flasim për një aferë, po flasim për shumë afera. Edhe të rezerva shtetërore, edhe të energjia elektrike, edhe plot afera tjera. Sot të dush. Dhe e ki miliarda euro importet energjisë elektrike, unë dhe atëherë kum pas dilemen. Pse gjitha e luft, kur në region u ndërtoshin kapacitete energjetike mbi bazën e Thëngjillit, po ndërtoshin këtë region. Tek ne luft për me ndalu ndërtimin e termocentrale kapaciteteve energjetike. Edhe kum pas diskutime me përfaqësues të Bankës Botërore, pse se kum udhëheq atë ministri, po si ministri i Financave kum pas diskutime. Pse s'po na lejoni me permisu ambientin? Po, me Thëngjill me permisu ambientin. Kush ndodh si më i madh? Është Kosova O. E viteve të 60-ta. Po nuk mbyllet Kosova O pa ndërtu Kosova e re. Kosovën e re ti s'mundesh me ndërtu me pajisje të viteve të 60-ta, se si gjen treg.
I gjenë pajisjet e prodhuara diku në Gjermani, në Austri, ku diun, Kanadë, një vend zhvilluar që është në përputhje me standardet. Nuk e leju me ndërtu kapacitete të reja. Për ma tepër e ke ndërprej jashtë, duke mos i respektu procedurat, e ke ndërprej kontratën edhe procedurën me kontroll global. Edhe ke pagu 20 milion. Qysh me thonën ma drejt për drejt, ma troq, i ke pagu 20 milion Plus ka mota. denim, denim për ndërprerjen dhe mos respektimin e kontratës me kontroll global, edhe kërkush s'ka marrë përgjegjësi për këtë punë. Me hub vani 20 e so milion. Do të me pas një adresë. Pse ke bo? Mosdia, nuk të arsyto marrë mosdia? Mosdia s'arsytohet. Është interesant se me njëherë kanë marrë vendim me ekzekutu, me qitë paret, nuk e kanë kundërshtu. Si që kanë kundërshtu në disa raste tjera, veçanërisht Tjetra, telekom. e ke refuzu projektin e gasit. Shqipëria në shumë kontrat 6 miliard, mirë që në shumë. Po ti ku je? Nuk është më koha. Sërish e kanë refuzuar edhe tash. Nuk është në një koha me konferencë. thonë veç e kena vend me Gjermanin, e kem me Francën, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo. Përveç miqësisë ti dush me pasë partner. Partner. Edhe zoti Kajtaxhi, fund mandatit, qeveri du të më motë me rezultate. Ju me propagandë, ju me fjallë, ju me fyre, ju me ofendime. Dalim edhe këtë zoti Hamza. Visar? Pa qëre që ta me nesha me thonë që e thamë fund Bedri Hamza, se më nëjë që për një prej probleme kështu madhore në politikën së në Kosovë është që, dy në fakt, një është që kemi inflacion të fjallëve, dhe të në kohën flasim për kush që ka tha. Dhe ne ju fort të veprave, atë du të më gjyku njës pëse pas veprave, veçanërisht kur i për shtet. Dhe të me bo që ndare që opozita mundet me folë, se s'ka që ka bënë, por shtetit duhet me vepru, sepse ka që ka bënë. Opozita veç me folje, ko përshkem vendet punës. Kur e një ka një në pushtet, ja ku në këshyrë veprat. Ta Albin du të mja këshyrë veprat, nëse vë një apet pushtet, prap këna ju matë me vepra, jo me fjallë. Se për me folë mirë, qëra se cilitën. Me dalju më të premtu që tash projekte, muj sa dush. Po pastaj, a jetu i bo që ato projekte, kur e ki mundësi një bo, Albin Kurti në realizimin e projekteve që i ka premtu vetë, bas e der kryeministri ma i dopë që i ka pas Kosova në herë. Po. E tash, ato projekte, që atë jo zbatun të kalumën, ti mund është me pas diskutime, jo kone mirë, jo së kone mirë, jo ka mujtë ma vonë, jo kena mujtë me boqëta, ajo është gjithë diskutim legjitim. A ka pas gabime në qeverisje, po në qeverisje gjithë mund me pas gabime. Mirë po me shëndru politikë bërjen në lafe, e aq më tepër lafe ofendusën ndaj tjerëve, nuk i kontribon kërkujnë në Kosovë. Edhe ata që mbështesin, edhe ata që kundër, krejtë e pësojnë në fund. Sepse pësojnë qërë mi hupë 6 vjetë, me 20 miliard. E në fund mos më po një hapë për para në diçka. Është humbje e madhe. Leti pastaj që kena hupë edhe mundësi, plot që ato nuk shihen. Se keqja e politikës është që kanë herë, plot do gjëra që kanë mujtë me ndodhë njeri nuk i shellë, thotë, su bo kur gjë. Në fakt, edhe ajo është humbje e madhe. Po tash çka kisha dashur me bo për shembull një dallim, me i këshyrë kështu historikun e partive politike, edhe kur ka qenë qeveri dhe në opozitë kështu më radhë, unë menoj që me qenë tash me zotin Hamza në studio, për filloj prej PDK-s. PDK-ja ka një veçërinë qeverisje, që kemi pa. Qenë Hashim Thaçi, kryeministër në 2 mandate, po kanë qenë pastaj edhe në qeverisje pa kryeministër. Veçëria që e kisha shqu është që PDK-ja ka qenë parti politike në qeverisje, e cila ka marrë hapa të guximshëm përpara në gjëra që ajo i ka pas si të dobishme për vendin, pra po them, aty mund me fol, mund me pas kritika me thonë se dash qita pa qita, në rregull është ajo, po i ka boq ato që i ka menuar që të mira për vend. Edhe kur nuk ka pas rrethana 100% të favorshme për ato, apo jo? Zoti Hamza e di mas mirë se ka qenë ministri i financave, ministri autostradat me fol për rroga, nuk o bash let me e bin FMN për këtë punë. Bele, ka një herë dhe se keni bin heq, e o dash me i bo. Që kjo është beqëria. Lira Demokratike e Kosovës, në qeverisje po ashtu, është një farë partije cila e ka pak një farë maturije më të madhe. Apo, do më thonë një farë kujdesi pak më të madhe, bilanci buxhetore, kështë më, edhe ajo nuk është e padobishme për qeverisje, është e domosdoshme për qeverisje. Lëvizjave të vendosje ka karakterizohet qeverisje me një mungesë absolute të idesë që shmejës për para. Edhe që ka bën lëvizjave të vendosje është, do më thonë, një farë ndërmjetësi që i merë pare të tatime, edhe ja u jep do njerëzve që ajo i gjonë, herë studentat, herë pensionistëve, herë tënve bashkë. Bëhet për qëllime elektorale, jo gjithë vetëm për qëllime elektorale, po prap është si koncept i qeverisë. Tash që të dy llojet përpara, qojnë përpara.
duke që për para shkaktojnë edhe pak natësi, kjo është evidente, gjithë. Që kjo e treta, mund më t'i majtë një pjesë të konsiderueshme të popullatës të kënaqur për një kohë, mirë po e humb mundësinë për me qenë më mirë në të ardhmen. E unë mendoj që politika, veçanërisht kohët sotme kur po kemi kaq shumë ndryshime dinamike globale, jo vetëm në raport me luftat, po ekonominë për shembull, zotë Hamza që po ndryshon, teknologjia që po ndryshon, çka ka më na bërë kjo teknologji nesër në ekonomi. Në kësi situata na duhet fort me harxhu energji, me menu ku kena më konë mas 10 vjetë e 15. E jo vetë qysh për hajmë që të pare që i kemë sot. Sa ato letëm i hangër. Gjithmonë, Zoti Meri, bëhet pyetja vlera për para. Jo veç ku i ke investu, po cilë është kthimi. Tash nëse moto me projekte, të ke fundit neve si tatim pagues na intereson ku po shpenzohen parat e mia dhe çka po përfitojnë për aty në parave. Çdo përfitim jam si tatim pagues. A më ndreqe rrugën, a bone më shumë qerdhe, a bone më shumë shkolla, a ndreqe spitalet, a e përmisu arsimin, a hope vendet punës. Kjo është për mua interes. Jo merri paret edhe shpërndoj paret. Dhe nëse motën me projekte, besomni na çarkullojmë gjithanej, gjithë. Ta jo që s'janë të bo projekte të reja, këta s'janë të mirë mbajt. Merë këshore gjendjen e autostradës të kombit Ibrahim Rugova. 5 vjetë më duket është ndërtu në total, 2 vjetë e gjysë këta s'mujnë me hip do dhe. Ma pak se 5 vjetë është. Ma pak se 5. Ma pak se 5 vjetë është. Në më thuk, këta s'munën me, nuk munën me e mirë mbajt. Njerëz të humbin jetën. Të rasti aty në 2 Njerëz të grave humbin nga jetën. Shqipëria. Në autostradë si rezultat i mos mirë mbajtjes të autostradës edhe rrugëve. Në aspektin e infrastrukturës. Krejt projekte kanë qenë nisura si ka përfundu. 6 vjetë. Nuk po flasim për 4, po flasim për 6. Rruga Prishtinë-Pej e pa përfunduar. Dhe për ma tepër ka qenë mjetet të siguruara prej Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, Bankës Investive Evropiane, 150 milion. Të ratifikuara. Nuk i ka përdor. A dini pse? Se s'ka mujt atë me i përdor për shkak se me i përdor ato mjetet thjesht procedurat e prokurimit me shku si pas standardeve tyne. E s'ka mujt me ndërhy atë. I kalon me hub, i ka përshfrytzu, Për me pas punësime e për me vjedhë. financu për mes bugjetit edhe me prun tavolin. Ai rrugë e pa përfunduar. Tjetra Dolç Gjakov e pa përfunduar. Prishtinë Podujev e pa përfunduar. Prishtinë Gjilan e pa përfunduar. Sërish e premtoj autostradën e Gjilanit. Jo, kjo ka mirë. Jo, një çështje ka mirë. Kë njëherë i ban premtimet edhe mo për një kohë gjatë veç sillet njëjtat premtime. S'ka nevojë me ndru. Po se si realizon. Ku janë realizimi i premtimeve tina? Që gjithë këto rrugë që po i përmendim, tu kanë qenë fillura. S'kan përfundu. A ka fillun rrugën Prizren Tetov? Ku është? Në çfarë gjendje është? Ku kam rri? Hekurudhen. I ka pos mjetet e sigurura, se ka përfundu që 6 vjetë në pushtet, për ma tepër në Hekurudha kur jemi, aty investohen binar. Mi që investohen binar. Po nuk është aja dura, nuk është e mjaftueshme. Na duhet me pas modernizim të Hekurudhave, elektrifikim të Hekurudhave, jo ende lokomotivat me naftë. Çfarë shpejtësie, çfarë kohë, çfarë shpenzime, gjitha ato janë. Dhe, do të thonë, as që është dikon në sipërfaqe lidhja e Kosovës përmes Hekurudhës me portin e Durrësit, se një ekonomi që se ka qasjen në port me Hekurudhë ka problem u zhvillu për shkak kostës të transportit. Dhe nuk është as dikun në sipërfaqe që pritet më nis. Premton qerdhe, ku janë? Premton banim social, ku është? Premton bankë zhvillimore, kua? Ku është banka zhvillimore? Aeroport, ku është? Aeroportin e Përgjakove, ka shkon kë ato i ka fabrika për prodhimin e municionit, drona. Nuk i shohim, nuk i gjejmë, se s'ekzistojnë. Zoti Hamza, pse zoti Kurti është i tillë? A nuk di, a nuk do? Apo ka qëllim që ky vend mos me ecë përpara? Mendoj që është karakteristik kjo e mungesës përvojës ti në menaxhim. Po mësohet bre Edhe- dikur jo. prej që e martë? Jo, nuk mësohet bashkë krejt letë edhe krejt kallaj.
se me kon kryeministër, dush me pas pak të mbili ekipin që din, nëse vetë je politikan, edhe ki munges të përvojës, menaxhim, planifikim, në udhëheqje, punë konkrete, se në qeveri janë punë konkrete të matshme, nuk ka të më veç nivel të fjalëve, deklaratave, nuk janë veç pallavra. Nuk është më veç recitime dhe rima. Po është punë konkrete. Të shmi pas bërë ministrat. Jo ministrat që për herë të parë ka punën ministra. Çka ka bo njëtën e vetë? Çka ka mbrapa, çka ka kry punë? Çka ka lënë projekte? A ka përvojë në sektorin publik, a privata, a ka kry punë? Prandaj, kjo është mungesa. Edhe kur jemi të mungesa projekteve, ka shihet që gjithandaj janë mungesë projekteve. 6 vjet. Është të rëmo identifiku me një diçka? Ose në flot për 20 stadione mandatin ashum. Mor ti se ke bo një për 6 vjet e qysh me të besu unë që i ban 20 për 4 vjet. Rreziku tjetër është. Lurat mesdhetare. Mirë që ka fitu Kosova të drejtë me organizu. O, van jem. Unë s'du me ko pesimist e me thonë, jo s'bot heq. Po van jem. Bas se do me i dështu? O, van jem. Van jem. Dhe të shpërndarja, që ka zoti mirë. Personalisht nuk jam kondër me i përkra njerëz edhe me i dimu njerëz, po sa që është në kitë kohë kur me të vërtet inflacioni bo borë e ronë, rritja çmimeve bo borë e ronë për qytetarët e Kosovës. Na jetojmë çdo ditë ballafaqohemi me blerje, me furnizim të shtëpive, na familjar tonë, gratë tona, dhe e vren që sidomos shporta e artikuj e bazë, që baza ditori konsumojnë. Dash me buken, dash me qumshtin, dash me mishin, çajin, është trajtuar mesatarën kumulativ kur e merr 4-5 vitet e fundit, 30-40% e koha 100%. Çmimi i energjisë elektrike mbi 100%. 160%. Mbi 100%. Dhe kjo ka përkesu standardin e tij së qytetarëve të Kosovës. Dhe çdo ndihmë ndaj qytetarëve të Kosovës është bërë mirë pritën, po këto bëhen mas pari me ligj, se aprovimi i buxhetit është përgjithësi në bazë kushtetutës ekskluzive e kuvendit. Ta kanë vendosur do praktika të këqija në trajtimin e buxhetit. Në kaluarën nuk e pas mundësi me aprovu buxhetin kuvendin e Republikës Kosovës, ku rezerva qeverisë ka qenë maksimumi 10 milion. Edhe këtu e ke pas 5 në kapitale, 5 në operative. Qeveria ka mujt me shpërnda që 10 milionshë me vendimet veta. Po për te 10 milionshët, secili cent e ka pas kodin e vetë. Për çka u planifiku edhe ku ka mu shpenzu. S'ke mujt me prej. Jo, më në ke mujt. Çka bojnë këta? Këta e lojnë një rezervë kontingjente që atje, pas specifikume, dhe përdorin kod fushata që me përkthy i bjen blerje votës me para publike. Zgjedhjet që do të bëhen me 7 qershor. Mune me qenë zgjedhjet lira, po të ndeshme jo. Ndeshme nuk janë, edhe barabarta nuk jem garë. Nuk jem garë kur qindra miliona euro paros publike përdoren për qëllime politike. Çka, javë këdo qytetarë? Nuk është vetëm paraja, janë institucionet, po janë institucionet, infrastruktura, gjitha tjera. Strukturat e sigurisë. O gjitha tjerat. Dhe çka ndodh? Ti ja ke dhënë 100 euro. Edhe mirë, në moment ja ke dhënë një lloj infuzioni një pensionisti. A për një me, ai pensionisti pas ka nevojë për shtu 100 euro veç në muin maja, e në qershor nuk ju deshkana, korrekt, s'pu ju deshkana, në vazhdimsi nuk ju deshkana, prandaj unë po tham këtë tjetrën. E pora se kur nuk e filloj paraqitjen time për shpërndarjes. Unë shti me shpërnda pa i pas. Ti fillimisht dush me i pas. Për me i pas ti dush me zhvillu ekonomi. Për me zhvillu ekonomin ti dush me kriju kushte për sektorin privat. Jo me shoh sektorin privat, jo me detyru sektorin privat miliarda euro të investorëve privat dalin edhe investojnë në vendet fëqin. A çfarë deklarate. Po tash po investojnë se po fitojnë. Po biznesi ekziston për fitim. Qëllimi i fundit i biznesit është fitimi. Po s'mund bie Po dhe po ik se nuk po njet i sigurt. E tash, a di çka është e mira, që ai me fitua me investon në Kosovë. Po, jo me nxjerr parë. Me dal jashtë Kosovës. Do thonë,
Kjo po ndodh, po duhet me zhvillu ekonominë. Dhe rritja ekonomike pej 3.6 në bazën e ekonomisë të Kosovës. Le del kush don, le të ballavaçohemi me njerëz që njohin këtë fushë. Nëse mundet me argumentu dikush që 3.6 është e mjaftueshme për me adresu sfidat ekonomisë të Kosovës e ka gabim. Zoti Homsa ju... Veç të ndrila, se po pajtona, dakord jam. Domthon ka situata të jashtëzakonshme që mund të quajmë, që është që kjo se po kemi në aksi rritje të inflacionit dhe pastaj pyetja duhet shtruar edhe nga kjo perspektivë se po kemi në inflacionin më të madh në rajon, se kriza sot ekzistues për neve, për tënd, mendojmë, për këtë botën. Po, hajde që ato, situata të caktuara, po, domethënë ti si qeveri edhe ndihesh e obliguar me bëni farë ndërhyrje për mendimin. Lloji ndërhyrjes duhet më përshtat situatës Zoti Homsa. Me gjujt më shumë parë në tre kur ki inflacion nuk është gjithmëshëm. Po çka është për mu një diskutim parimor shumë i rëndësishëm që unë po e lexoj prej juve është që mirëqenia duhet me ardhur prej punës, zhvillimit dhe punës, apo zhvillimi i bizneseve është i dobishëm për ekonominë edhe se prodhon punësim dhe kushte më të mira të punës treg. Nuk mundja na është gabim me e konceptu mirëqenien e qytetarëve përmes transfereve sociale. Nuk ka familje, nuk ka shtet, po punon atë familje. Nuk ka familje e cila ka u ngritë dhe u zhvillu nëse ka jetu në asistencë sociale. As në Kosovë, as në Gjermani dhe as në vend botës. Me mbjetu mund një kohë, po mu zhvillu jo. Ai mundet me pas prej shtetit në ashtat garantum, vend e caktuar një minimum të ekzistencës. Po mu zhvillu së zhvillu. S'ka mujt me rrit pasurinë e vetë. Prandaj ne do të kryojmë kushte për punë dhe të punojnë shumë që sa ma pak njerëz me pas nevoj për asistenca sociale. Dhe du të më zhvillu ekonomia, du të më zhvillu sektori privat. Cilat ligje, cilat politika fiskale, çka ka bon pjesën financiare që gjatë vjetë. Le të më thot dikush një ligj, një akt në ligjor që u merr në favor të bizneseve. Nuk do të me po biznesin veç si një vend ku ti mbledh taksa, po si një vend ku ti e përkra, ai rritet, përmes rritjes ti rritet edhe buxheti. Dhe as se ka bo reformen e pagesës të vëshës më brendi. Tash po e premton. Ju e keni pas në program? Po le që kemi pas program. Po në mandatin e dytë si ministër, ka kalu ligjin lexim parë, i ka kalu gjitha komisionet funksionale, kur orë lexim dytë, u shpërnda kuvendi, u këthym pikën zero. E kum me një grup deputetve, e kum riprocedu në kuvend, prej opozitës, as që ka mon konsiderat, po ka refuzu. Dhe kjo jam dikon biznese likuiditetin. Sigurisht, Zoti Homsa, megjithatë ju besoj në komunikim me njerëzit, me bizneset, duke qenë kryetari një partije të madhe politike, duke pasur njohuri të përgjithshme për ekonominë, për jetën shoqërore në përgjithësi, Zoti Kurti ka arrit me i shtin punëtorin me urrejt shefin. Se këta, duke i quajt me terma pejorativ, pra ka arrit një pjesë të madhe të tyne me bind se ai është fatkeqësia e atij. Pra dikush që garanton vendet punës, jep paga, është fatkeqësia e atij punëmarrësit dhe jo dikush tjetër. Dhe që kjo urrejtje që unë e quaj helm, ky helm që e ka fut, e ka injektu në mes nesh, në shoqërinë tonë, qysh e rohet që kjo? Unë kam qef me po shoqërinë e Kosovës, afërsisht, se s'mune me kone barabar, se ata që punojnë ma shumë kanë ma shumë, ata që dinë ma shumë kanë ma shumë, po me po shoqërinë e Kosovës të pasur. Edhe për afërsisht barabart mesin e të pasurve, se barabart mesin e të varfëve, barabart e fukara, kjo logjik i ka takut kalures. Ai ka dështu ai sistem. Ai sistem ka dështu, ka përfundu në sirtaret e arkivave të historisë. Dhe po, do të me imbrojt punësuarit sektorin privat. Me bo gjykatën e punës, që lëndët nga marrëdhënia punës mu trajtu në një periudhë shkurt kohore. Jo me zgjatë 4-5 vjetë. E dyta, do të me kriju një fond prej papunësisë. E kanë edhe vende tjera. Nuk është jem të shpik nga diçka këtu që se kanë tjerë. Dhe në rast të humbjes të vendit punës, rezultati falimentimit ndërmarrë ose në falimenton gjithë botën, jo ai me përfundu automatikisht në skemat sociale ose me pasat ngarkesën qysh e pagun kistin e kredis, qysh e man familjen,
po për 6 muaj mi dhon 80% pagës të fundit. Mi mbrojt punësum në sektorin privat. 17 vjet kum punu në sektorin privat. Edhe kum pas pozit udhëhecë ndërmore, edhe kum taku kolegët e mi. Edhe kum spjegu. A e dini ju që na punojmë për pronarin? A e kuptoni ju që na punojmë për pronarin? Unë punoj për pronarin. Unë punoj për veti, për kontratën tim të punës. Dhe unë duhet me arsyetu kontratën tim të punës. Me qenë korrekt me kontratën tim të punës. Se unë përgjithsoj punë jetaj. Nëse ky ka fitim, është për shkak se e investon veten, kapitalin e vet. Ky ka fitimin e vet, unë kam fitimin tim. Fitimi jam realizohet përmes pagës tim, përmes kontratës tim. Nëse s'm pagun 1 muaj 2, ai shkojnë aty në punë. Nuk i shkoj. Më thos çam të punu për to. Dhe kur ne e kuptojmë Kosovë, që na nuk punojmë për pronarin, na punojmë për veti, për familjet tona, është ma lehtë. Jo me pru situatën me thonë, e di çka pja marrëm shti pronari pasurin, e ata që realizojnë paga aty mu knaqë. Kjo logjik do të Eduard Trokasin e kam pa me sy. Problemi është që i kuptoj një moshë më të madhe që kanë jetu edhe në ish sisteme. Edhe din që është e kondërmarrë shoqënore. Po ne jetojmë në ekonominë e lirë të tregut. Do të me kuptu që këto do të me punu. E fundit për këtë çështje para se të kalojmë në tema tjera. Si ka mundësi, zoti Hamza, që neve na u rikthy model i qytetarit mirë dhe ndershëm, fukaraja e jo dikush që punon, krijon vende pune, punon për shtetin, quhet në 6 mëngjesit e punon deri në 12 natës, jo krejt kjo, jo domosdoshmërisht. Por me gjitha të, si kultur ka nis me u instalu edhe me u vrejt. Mendoj që dikur që ka edhe lesë është hajnaj. Pjesa më e madhe qytetarë Kosovës janë qytetarë të mirë, janë njerëz punëtor, dhe e drejta me votu është në drejtën e tyre, po do të me ndru na mentalitetin, a do të me ndru orientimin. Për me progresu që ky vend, do të me punu. Për me progresu që ky vend, do të më zhvillu sektori privat. Edhe aktualisht, kontribusi më i madh në rritjen ekonomike është sektori privat. Edhe punëdhënësi më i madh është sektori privat. Sektori publik është një lloj shërbyesi, një lloj logjistike për ekonominë e sektorit privat. Po edhe sektori publik e jap impaktin e vet në rritjen ekonomike, se nuk kur flasëm për zhvillimin ekonomik, nuk është njëjtë si rritja ekonomike momentale, si rritja ekonomike qëndrueshme. Ka studime për rastin e Kosovës. Investimet kapitale dhojnë efekt në rritjen afatgjate ekonomike. Nëse përdoren si transfere sociale, ato kanë një impakt në konsum dhe e kanë impaktin tjetër në importe, që të rriten importet, që ta përkeqësojnë deficitin tregtar, po kanë impaktin edhe në rritjen e çmimeve. Gjitha këto janë fenomene të shpjegueshme edhe suri të shpjegueshme, po mbi të gjitha, ne këtë vend duhet me bëj vend ku punohet edhe ku fitohet. Shiko, na duhet me ditë edhe me identifiku cilët sektori janë profitabil, ku jem konkurrues. Në rregull jemi na për miniera. Janë pasuri, s'pe i kontestojmë, do të mi trajtu. Po na po harrojmë që sektorët cilët sot janë ma profitabil dhe janë ma në trend, janë sektorët e IT-s. 40-50.000 njerëz e ki që punojnë në sektorin e IT-s. Njerëz ka kuadra në treg për mi morë dhe me punësu. Po ti, si shtet, do të me gjithë formën që aty në mja mundësu me zhvillu. Jo me thonë një biznesi, ti hajde një herë bleje token, edhe hargjoj parët pse ke bleje token, pastaj me bon ndërtesen, pajisit ato, ku me morë. Te bankat. Te bankat, diçka që ka qenë mirë para 10-15 vjetë, nuk është aktuale sot, nuk mjafton mo ai bankingu klasik, blej pare, merr depozita dhe jep kredi, shit pare. E ka t'i kalu mo nivelli bizneset të Kosovës këtë formë. Së është mjaftueshëm. Për ma tepër edhe likuiditeti është tu cenu. Është tu cenu likuiditeti.
si të shifsh, në reklama që po reklamojnë bankat, pranojmë depozita me këtë normë të interesit, është sinjal që banka pjo në vitin parë. 4 ka shku interesi. Si të ja rrit normën e interesin depozita, pritën kredi. Dhe është të rrit norma interesin kredi. Ju të zvoglu, po të rrit norma interesin kredi. Dhe ku a financimi alternativ? Ku a tregu i kapitalit? Ku a bursa? Ku është rrit kapitali për fondin për garantimin e kredive? Të nëse i lyp një triut, ka një plant mirë, në fushën IT-s, apo një biznes tjetër, a i thua ma historikun, për së më nërmar me të allo historikun, sa është i ri. I thua am kolateral, por nuk e ka. Nëse ka plant mirë të biznesit, qëndrushëm, analizo fondi për garantimin e kredive, do të mja garantu financimin të bankat. Prandaj këtë mënyrë ti e përkraje financon ekonominë edhe zhvillon ekonominë, i rrit vendet e punës, aty ku paguan mirë, edhe ti ku eksporton shërbime, o nuk jem konkurus në industrinë e prodhimit të automobilave. Fushën e shërbimeve, fushën IT-s. Në plot kompani po shohum që prej Kosove prodhojnë shërbime për jashtë, eksportojnë shërbime. Prandaj duhet me i pa ku i kem përparësit krahasuese. Besar, nuk kemi veç ekonomi, po kemi edhe çështje politike të përtendjeshme. Tash mes jemi shumë afër zgjedhjeve, zoti Hamza. Na kemi pas e përmendet ju, domethënë një krizë të vazhdueshme të ashtu institucionale, e cila është shkaktuar për shkak të mund e pajtona për shkak të sjelljes së partisë më të madhe dhe ish kryeministit Kurti pas 7 qershorit. A keni sot parasysh qysh zgjidhen çdo probleme? Pra, qysh bëhet qeveria, qysh e zgjedhin presidentin, edhe qysh ecin përpara. E thash më herët që asnjëherë nuk e bë këto pa marrëveshje politike. Mendoj që e dukur është me pas marrëveshje politike në pako, edhe për konstituimin e kuvendit, edhe për formimin e qeverisë, edhe për zgjedhjen e presidentit. Këto dy të parat është më lehtë marrit. Me koalicione, me bashkëpunime është më lehtë marrit. Te presidenti nevojitën 2/3 e votave. Unë asnjëherë s'ku me dos vijat kuqe. S'ku me dos vijat kuqe për shkak se e di ku e vendos vijat e kuqe në 2014 edhe kur ju a i vloni, so e pa të damtu vanë, dikun një 6 muaj ditë u pa të prodhu dhe atëherë një farë ngërqe, zjetë jenë majtë në qërshorë, se më kujtohet, në atë kohë këmë qenë guvernator, qeveria u shkriju në ndorë. U prodhu një ngërqe, u prodhu një situatë as pak e mirë për venën. Dhe deri so u gjetën formulat, e u të kalu aja situatë, nuk pat mundësi më kriju institucionet. Prandaj vijat e kuqe, për mu, jenë tregu damshme, që edhe nëse s'do me bashkëpunu me naj parti politike nuk bashkëpunon, nuk e i detyrum, por e ki nevoj para prakisht me qitë vijat kuqe. Dhe jenë tregu edhe të paqëndrushme. Edhe nivel qendror, edhe nivel lokal. Deri tash, veç një diçka ka qenë konstante. Veç PDK-ja nuk ka pas bashkëqeverisë e nivel qendror me LDK, me këtë vetëvendosjen. Këtë parti tjera politike kanë pas. Këtë parti tjera politike kanë pas. Dhe mendoj që nëse vjen për zgjedhjen e presidentit, unë nuk përjashtoj asnjë formulë që vendet jep president. Është mirë me qenë pjesë e marrëveshjes politike. Edhe po e tham, ato që kum kërku, unë besoj që Partia Demokratike e Kosovës ka me qenë partia cila ka me u thejë qeverinë ashme të Republikës Kosovës. Preferenca jam është me partit që kanë qenë në opozit mandatin e kaluar, me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Pse? Për shkak programeve tona, për shkak bindjeve tona politike, për shkak koncepteve tona, dhe është ma lehtë me u harmonizu në program. Se për mu nuk është krejt e rëndësish me Zoti Meri e Zoti Gajtazi, veç me u thejtë qeverinë, veç me i morë do ministri, me që do ministra. Kjo s'është e mjaftueshme. Ma e rëndësish me është cili është programi edhe çka dojnë me bu për temat caktuara. Çka për ekonomi, çka për sektorin privat, çka për shëndetësi, çka për kapacitetet energjetike, çka për projektin e gazit, çka për termocentralet, çka për dialogun, çka për antarësimin e Kosovës në BE dhe NATO. Që nuk flitet më për atë. Po, nëse na vazhdojmë me ngec, qyshim të vazhdu procesin e integrimit në BE, vendet tjera janë të ecë.
Është mirë që po ecë Shqipëria molizi. Veç mos të harrojmë na se kufiri bëjës po na vjen vërmic, Në kufit tonë. po na vjen kull. Dhe kur dakordohemi për këto, është ma lehtë me bisedu edhe për çështjen e ministrive dhe për ministra. Po kjo është e parë. Edhe mendoj që me këto parti politike edhe besoj fort kemi qenë gjendje me e kriju, me formu qeverinë. Çështja e kryetarit të kuvendit, konstituimit të kuvendit është e definuar me kushtetutë, unë jam i bindur që ne duhet me respektu aktin më të lartë juridik të shtetit. Ja me bo drama, me bo filma, ashtu qysh e ka para po kushtetuta, na duhet me zbatu kustetutën. Pik. Pra, i takon parit edhe vitet që të kanë. U kry, bre. I çka nëse zoti Kurti, pavarësisht se i takon, përdor metodat e njëjta që i ka përdorur deri tash dhe që kemi kur 37 herë unë mendoj që e ka shkel kushtetutën. Mendoj që duhet me u vendos në të ardhmen një normë që me u sankcionue shkelja kushtetutës. Si vepër penale. Nëse shkel kushtetutën, nuk i ti akt matron që mund shme bo. Nuk është e shkelja kushtetutën edhe kur gjuheq. Jo ke shkel, ke bo vepër penale. Matron se një vepër tjetër. Atëherë ti motësh e shkel asë shkel. Shumë motësh. Edhe ju me akuzu tjertë. Pse ke qu ligjën gjykatë kushtetuese, e gjykata kushtetuese ma ka kthy. Ju mërë ti e fajtori. Pse ke bo ligjën kundërshtim me kushtetutën? Pse ke bo ligjë të keq? Është zotimi yti që në kuadër të kodit penal të Republikës Kosovës të futet si vepër e veçantë penale dhe shkelja kushtetuese? Absolut jam shumë favorsojna edhe shumë insistojnë ato. Me shkel aktin më të lartë, ti pe shkel një ligj, s'është mirë. Pe ban një delikt në komunikacion edhe ti po sankcionosh, po penalizosh. Merret patën shofer. Po ndeshkosh. Me shkel kushtetutën, ja kjo duhet më kry. Dhe duhet me respektu kushtetutën. A jep emrin e dikujt nga partia vet, partia parë. Apo e propozon dikan, është në diskrecion, është në drejtën e partisë që ka numrin më të madh të ulse në kuvend. Qeverinë e formon qaj që i ka numrat, te presidenti. Une po e tham publikisht, diçka që e kum kërku për veti, janë një të tjetrit. Nëse vjen puna që mi pas numrat, unë nuk insistoj në ato që mi pas gjitha pozitat. Me pas një balancë e një ekuilibër të pozitave. As gjo e keqës është. Pse me konë një president i cili shkon për qefet kryeministrit. Për çka? Presidenti është pozita më e lartë në shtet. E ka kompetencat e veta, i kryen punët e veta në përputhje me ligjin dhe kushtetutën. Është person reprezentues që përfaqëson në politikën e jashtme dhe unitetin e vendit. Prandaj nuk do të më insistu me çdo kusht që të kem gjitha pozitat dhe vani mos të ketë përmbyllje të ciklit zgjedhor. Do të Hamza, me gjithë këto vrejtje për qeverisën e Kurtit, apo mos qeverisën në fakt, për blokada, për gjuhën e urrejtjes që ka përhap gjithandej, dhe me gjithë faktin se ju keni program, garantani, do me thonë, një pikë, në këtë kohë mrim këto, për kaq kohë mrim këto. Dhe ai vazhdon me qenë manalt se sa opozita. Ka qenë manalt ku do tjetë mbetën me po me 7 qershor. Me 7 qershor. A jeni optimist se qytetarët që janë votues në këtë rast do të reflektojnë përballë gjithë kësaj gjendje në cilën e kemi jetu, e kemi përjetu të gjithë? Sigurt po. E kuptoj para 6 vjetëve se tu qenë pushtet, normalisht që ty të përcjellin edhe gabime dhe çështje tjera, pushtetet ndrohen, për sa është demokracia. Në Amerikë është edhe më mirë, 8 vjet e kryen punën ecë për shtëpi. Ke kry mandatin tanë, ja ke përmbush atë vizionin tanë për 8 vjet, ja. Frans 10, që zoti Macron po e përfundon. Edhe e kuptoj që kanë pas pritje. Ta shtimit sinqert, edhe mu pasvar për njëve kur si shinor për shtet, prej meje. Po me gjithat kemi mendu që bojnë dhe punë.
Kjo në punë. Po kur janë këto mungese këtyre rezultateve dhe asë një nuk e thamë pa faktu. Unë nuk flasë nëse se egzistojnë tenderat një burimor. Nuk flasë për importet energjisë miliarda euro nëse se egzistojnë. Nuk flasë për afera primat ndryshme nëse se egzistojnë. Nuk flasë që s'ka projekte nëse janë. Po s'pe isha, gjitha në e levizit, s'po isha, kisha me ju gëzu, kisha me konstatu që s'u balë. Qka ka ndodhë në ndërmore Republike, në Trepç, qa ka ndodhë në AKP? Çfarë ndryshimi ka ndodhur në AKP? Veç janë ndrua të bordët, drejtorat, ka vazhdu procesi privatizimit njëjtë. Njëjtë, me të njëjtin legjislacion, me të njëjtat procedura. Kjo na kthen në atë shfaqjen për mu të turpshme në Vushtrri, kur zoti Kurti, kryeministri i vendit, përdor një fëmijë, një të mitur, për një shfaqje e cila demonstronte urrëtie ndaj të tjerëve edhe për çështje të privatizimit. Një mitur, një vajzë që ekspozohet në atë mënyrë që pak a shumë është moshatare vajzës së zotit Kurti, e cila nuk jeton fare në Kosovë. Jeton në Norvegji, në një shtet tepër stabil, me mirëqenie të lartë, me kujdes shëndetësor të mirë, me arsim të mirë, dhe ndërkohë ai nuk e ka problem që kategorinë më të ndjeshme me përdor në këtë formë për qëllime elektorale. Pra, si e keni pa ju edhe këtë ngjarje, si çfarë pasojë mundet me shkaktu për një të mitur kjo shfaqje kaq bizare. Unë jam edhe prind, jam baboj 3 fëmijëve, 2 vajza dhe 1 djali. Fatbarësisht 3 janë në Kosovë, punojnë në sektorin privat dhe e di që ndjen me qenë prind. Jam i bindur që në asnjë formë, për asnjë çmim, ju për një grosht vota, për asnjë çmim, ti mundesh me bu gabimin, po që se nuk e din çka ka me thonë. Po si të vresh, fjalime e parë, dytën do të me përqafa edhe me të kaluat situatë. Po aty shihet, thot, e thret. Thot, një vajzë do të na këndoj një kongë. A e si shko kongë? Po çka unë kam lutje, edhe nuk e baj. Asë një herë atë veprim nuk e bajnë. Prezencë tem ofër me edhe unë me shiku, si spektatorat, gjore asesi. Ju për asë një çmim, sot e mbylli rrugtimin tem politik. Edhe thamë përfundoj. Mirë po në kam lutjen tjetër. Asë një faj. Aja vojzë nuk e ka. Aja vojzë do të me mbrojt, aja vojzë do të me pas kujdes, edhe na politikantë, edhe mediat, edhe shoqëria civile, edhe gjithë. Gjithë. Se cili do të me mendu, sigur tjetë fëmijëve ju. Ka ndodhë gabim, gabimin do të me fakturu atina që i takon, Natyrisht, se nuk me po aqu faturën, po ato do të me mbrojt. Do të me mbrojt edhe kur nuk duhet as me bo publike, as me cenu, as me lendu. Shika, në fushat, në publik, me prind, unë me konaj fëmi. Nuk është mirë asajo. Po, përgjithësinë e kam une në afërsinë tam, në komunikimin me ta, me qenë shumë i kujdesshëm. Tibër kujdesshëm. Se tek e fundit, pasuria ma madhe për secilin prind, po dhe për këtë vend janë fëmijët, janë trit. Na do të me punu me jabo jetën më të mirë. E jo, mos të rriti më shumë, po ka qenë gabim shumë i madh dhe i pafalshëm për gjykimin tam nga ona e Zotit Kurti, ku në prezencë vet, edhe jam i bindur që ka ditë. Po si ka ardhur e rastisht. Visare dhe Jo bre, nuk i ka ardhur rastisht. Nuk i ka ardhur rastisht, edhe me të ardhur rastisht i mundesh me përqaf edhe me përfundu. E përqaf e përfundon ditën e mirë. Nuk i jep podiumin edhe mikrofonin. Po adresa, aja nuk ka asnjë faj. Është krejtësisht e pafajshme. A do të me mbrojt. Fajtori, në këtë rast, është Zoti Kurti. Zoti Kurti është fajtor. A nuk do të me bo këto. Shiko për te kësaj.
Nuk do të me përdor as gjuhë seksiste. Nuk do të me godit kundërshtarin politik ullë. Fol për projekte, fol për program, E keni fjallën fol për arritje, për sulmet që po i bën Kujt do zonit qoftë? të Osmanit, Po kujt do qoftë? që janë më të theksuar ata. Po kujt do qoftë? Kujt do qoftë? Sulmet që i bën edhe zotit Lushtaku. Po. Pse penguc? Çka po të ban? Ka fituar në mënyrë demokratike, është kryetari i komunës, e kryen detyrën e vet, e portretizon edhe ban përpjekje me bo gogol. Le të ma thot dikush që zoti Lushtaku një herë ka qenë në procedurë për shkelje detyrës zyrtare. Ai përball me drejtësim për çështjet e luftës. Për çështjet e luftës, që mbyll gjithë ato raste. Ai mos e sulmani njerëz që unë përmend një rast, po plot raste të tjera. Pikërisht këtë po plot raste të tjera. Sepse di se zoti Lushtaku reagon dhe jo, fal. Dhe situata me njësi speciale ka mujt me sjell incidente e përta. Krejtësisht e panevojshme. Çka nëse dikush, një armik, një plumb me kish dhezat natë aty? Po ku e din ti në lojt ku jetu hi? Absolutisht, që rasti Shqipërisë. Po ku e din ti në lojt ku jetu? Nuk e di kërkush kush po organizon protesta. Edhe çështja tjetër. Ka ndodhur një ngjarje që unë e kam dënuar. Unë e dënoj dhunën, bro. Po bre, nëse pret dikush që unë se dënoj, o e dënoj dhunën. Çfarë do të qoftë nga kush do të qoftë? E papranueshme. Mirë po. Dhunës nuk e di, nuk më pas rast. Me thot drejtën s'ju më do, s'ju më shku nëse vene ku i shkaktuar probleme. Mi po nuk më dëgju që dhuna fizike ndodh veç ashtu, pa i parapri në gjuhë, pa i parapri në diçka. Edhe, më rezotni, të si je person i thjesht, je zavens minister i qeverisë të Republikës Kosovës. Je pozitë lartë publike. A që ka po lypti? A je në punë? A dësh me konë zyre? A ku dësh me konë në ratë punës? A dësh me konë të punu? Për çka paguash? Janë këto tema që sulm, ja shika, o jes lirimtar, për pjesën kur jes lirimtar, edhe pjesa është lirimtare përfundon me të 99-ën, nuk mund të bësh lirimtar mas 99-ës. Deri 99-ën jes lirimtar dhe përfundon mbyllet kapitulli si lirimtar. Pjesa tjetër. Je person qytetari barabart i këtij veni, varësisht prej përgjegjësive çfarë ki. Dhe sjellja e secilit nuk lidhet më me periudhën që me shlerimtarin le u kryt 99-ën. Me veteranin krymet 99-ën. Me heroin u krymet 99-ën, me dëshmorin, me invalidin, me këta u kry 99-ën u kry, edhe i njëjti e ka atë krenari, e ka atë kredit, jeton me atë nder që ja ka bo venit edhe vetit, edhe ecëm tutje. Qa ki nevojti me bu krahasime shlerimtare zullumqar. Jo zullumqar, pra, është edhe ai që shkel kushtetutën, edhe ai që shkel ligjin, edhe ai që i dhunon institucionet, edhe ai që ban telashe tjera. Zullumqar je edhe nëse i fyn edhe i ofendon tjerëve ju ban zullum. Edhe ashtu je. Edhe ajo zullum. Edhe ajo zullum. Edhe ajo dhunë. Edhe ushtrinë e Facebookut me përdor zullum është. Pakten dosh mu distancu, me thonë, jo, stop. Po ka dhe deklarime dhe ma të rrezikshme që shpëndollen. Stop. Se nuk gëzojmë këtë shoqëri me që në drejtim të asojna që mos me mujt me durun njëri tjetrin. E fundit, zoti Hamza. Veç një koment shkurt, falës për qitase, dhe me thonë, po e përmbledhi për këtë rastet. Një gjë që, për shembull, na e shohim që po na bëhet si norm, edhe është normë e rrezikshme mendoj, është që papërgjegjësia e sjelljes publike të njerëzve që kanë profil publik ka arritur. Për këto po e shohim natyrisht mas shumtit e vetvendosja, edhe te Albin Kurti, jo vetëm për shkak të pushtetit që kanë, por edhe për shkak të sjelljes komplet të papërgjegjshme. Për shembull, unë nuk e di çysh mendojnë me ndërtu një shtet demokratik, në të cilin ja pranojmë një sjellje dikujna, veç me një parim, po fiton. Tash, a i bjen kjo që na mujna bëjt qka do, veç për me fitu,
Sa ashtu pastaj shkërmoqet ky vend këtë, domethënë dallëdismi që thonë. Dhe çka kena bosë është një gjë që po ndërlidha pak me çka them fillim. Liderëve opozitar, zotit Hamza në këtë rast me që kemi këtu, kur janë sjell në mënyrë të përgjithshme i kena kritikuar. Na thonë ti s'po fol çu po kem qef na. Çka po kem qef na, mo çu me fol si ai, mo shoh me bërtit, domethënë kena gjykuar të përgjithshmit dhe kena shpërblyt pa përgjithshmit. E tash kjo pyetje i shkëndesh me shku për gjithë si qytetar po flas këtë rast. Çka po dojmë na pe këtij vendi? Nuk ka demokraci ku njerit nuk i kërkohet llogari për sjelljen e vet. Në raport me buxhetin, në raport me institucionin, në raport me kushtetutën e çka dush. Se përgjithësi kërkohet tëmë në publik. Apo jo, edhe mu që s'kam kurçar posti publik, duhet me u kujdes me kështu çka po thon publik. Se troklizi, apo troklizi. E tash, në që drejtim unë mendoj që kjo është këndesh me qenë në sistemi jonë si qytetar, që vlera është të sjellja e përgjithshme, jo të sjellja e papërgjithshme. Për shembull, në këtë rast me folën edhe për atë rast në vajza për përfundoj. Përgjithësia absolute është e partisë që ka organizuar ato. E kryeministit Kurti që ka nejt aty edhe e ka ngu ato edhe bile dhe ka rrë shuplake. Po është edhe prindve. Të dy Hamza. Apo jo? Po, zoti i miri, që afërsisht kjo viti 3 që ne jem fushat pa ndërprem, su mbyll kjo farcikli zgjedhor. Bile ka një herë, një ma tha me të drejta, bedritha si ngortha ti 3 herë për kryeministër. Shumë që 3 herë për garaj? Hera 3, jo. Su mbyll cikli. Vesh ka vazhdu cikli. Du të më mbyll cikli me përfundu. Mirë po, ballavaçohena me pyetje, jo, unë nuk e kam njetë me shku, me hi në moqalet saktura. Unë krejt kohën, mund këtë kja kosto politike momentale, edhe për mu, edhe për subjektin që unë e përfaqësoj. Po unë jam i bindur që unë me shku, edhe kërkush nuk do të me shku që atje. Ata do të me dalë. Ata do të me dalë. Se partit politike do të me garu. Me ide, me programe, me ekip. Edhe me bo garë kush ka programat mirë, kush po flet ma mirë, kush po flet ma sakt, kush po arsyeton ma mirë, kush po flet bërë më mënyrë ma reale, ma qytetrume. Unë e thash, për me shoh, kur far kreativiteti i kërkuj si vynë. Sa një ma i thjesht, ma jurë, as kur far trimnije. Po jo, as trimnija, jo, është trimnije. Jo, çfarë trimnije? Trimnije është me ko punëtor, trimnije është me kon i kujdesshëm, trimnije është me respektu tjetrin, trimnije është me respektu edhe oponentin politik. Mja bo respektin. Kry puna. Mja respektu dignitetin e punëtorit njerëzor. Absolut. Zoti Hamza, ke shumë kënaqësi që të patëm në studio, ju uroj sukses në këto zgjedhje, uroj që ky vend më në fund me u stabilizu, me përfundu këtë cikël zgjedhor për cilën folëm edhe me kriju institucione që zhvillojnë vendin që ecin përpara. Faleminderit juve, ky vend ka perspektivë, ky vend ka shpresë, ky vend këta njerëz kur se kanë humbur shpresën, kur që ndërzu për me arrit përpara në progres, edhe në kohë më të vështira viteve të 90-ta, prapë ka pas shpresën, prapë ka punu dhe jam i bindur që perspektiva ekziston. Qytetarët e këtij vendi pa dallime politike janë njerëz të mirë, pjesa dërmuese janë njerëz të mirë dhe jam i bindur që dojnë këtë vend edhe ka me pas progres ky vend, ka me pas zhvillim. Faleminderit për mundësinë. Shikues të nderuar, kaq kishim për sot, mirupafshim.